Disa pyetje që do t'i bënte çdo qytetar normal kryeministrit Edi Rama. Aeroporti i Kukësit a ishte dështim? Aeroporti i Vlorës a është dështim? Porti i Durrësit duke u shkatëruar për real estate a nuk është dështim? Porti i Vlorës duke u shkatëruar për real estate a nuk është dështim? Po koncensioni oligarkut Bashkim Ulaj, që ju dha si nder Belinda Ballukut, Thuman Kashar me probleme, a nuk është dështim? Rruga e Arbërit, a nuk është me probleme? Po tuneli i Llogaras, që u bë për Zajmir Manen, pa hekur që futui dhe me 3 ura, që janë në projekt, por nuk ekzistojnë në realitet. Ku u harxhuan 200 milion euro? A nuk është kjo një dështim që po hetohet nga SPAK? Nuk po përmendim tunelin e Skarficës që futui, rrugën Korçersek e shkatëruar, unazën e re të Burrelit që u shkatërua pas 3 muajsh. Nuk ishte dështim spektakolar rruga e re e Qafllocës e shkatëruar me kosto 260 milion euro. Po rruga Librasht Prenjas e shkatëruar. A nuk ishte dështim rruga e re në Velipoj e shkatëruar vetëm pak muaj pas inaugurimit? Mjaftojnë vetëm faktet e sipërme për të kuptuar se ish-ministrja e infrastrukturës Belinda Balluku është totalisht e paaftë dhe korruptuar deri në palc. Nuk duhet të akuzohet vetëm për vjedhje, por edhe për cënim të sigurisë kombëtare, sepse ka nxjerrë jashtë funksionit rrugë, aeroporte dhe porte detare. Në një luftë, gjëja e parë që goditet është infrastruktura e armikut. Po pse të harxojnë bomba armiqt, kur kemi pasur një ministre të tillë që jo vetëm shkatron infrastrukturën e vendit dhe izolon copa-copa, por harxhon dhe miliarda nga vetë parat tona për ta bërë këtë. Kjo nuk është më një çështje hajdutlëku e rëndomt, por çështje tradhtie kombëtare dhe cënimit të sovranitetit territorial. Për këtë, bashkë me Ballukun, duhet të vihet edhe Rama para drejtësisë dhe të marrë ndënimin e merituar.